Përshëndetje të gjithëve! Ja videoja jone re, sfida e pjatës së madhe mesatare apo të vogël. Le të shohim së bashku videon më qesharake, ku djem do të hanë ëmbëlsirat më të vogla dhe më gjigante në botë. Seriozisht? Një shishe e vogël? Unë kam një mesatare! Wow! Shiko këtë shishe gjigante me pelte mjalti! E mrekullueshme! Ha! Gjeni tira më e vogla! Mike, mos guxo ti prekësh ëmbëlsirat e mia. Janë të mia dhe do t'i haj vet. Wow! Sa e shishme! Kjo kthehet edhe në çamçakës. Mike, radha jote? Më vjen mirë që po e nis unë. Le ta hapim, ta shtrydhim. Sa e shishme dhe e këndshme. Dua akoma. Dua ta pi të gjithë shishen. E dini, nuk kam provuar kur një ushqim aq shishëm. E po, e shtrydha deri në pikën e fundit. Thuaj lam të mirë shishes. Unë gjit. Au, Mike, çfarë ke bër? Më ka ngecur te flokët. Nuk po shitet. Flokët e mi. Ups. Do të mendoj diçka. Ja u bë. U kthye. Mike, mos e bëj më këtë. Sa qesharak që jeni. Unë do të bëj një fluskë. Është ka gjigante. E po, bridi, radha jote. Shkëlqyeshëm, le ta hapim shishen. Nuk po funksionon vërtet. Nuk mund ta shtrydh. Ups. Më vjen keq, njerëz. Je një prapanik. Ishte sikletshme, por më erdhi një ide. Do të thëras një helikopter. Alo? Më duhet një helikopter. Ja ku është? Lëshoni litarin. E po, do ta lidh rreth shishes dhe do ta ngre lart. Wow! Ata vërtet e ngritën shishen time gjigante në qiell. Dhe drejte në gojën time. Juhu! Pelteja ime e shishme. Sa e ëmbël dhe mrekullueshme. Ju dua, njerëz. Ajo është e çmendur. Çfarë? Një paketa që vogël Pringles? Seriozisht? What? Po ti? Dhe unë isha shumë me fat. Prit, bridi ka kaluar të gjithë. Jam shumë e lumtur. Kam një paket gjigante Pringles. E po, mos kini zili. Jane, ti po e fillon. E po, unë kam përsëri paketimin më të vogël, por prap ka diçka. Çfarë, vetëm një? Kjo nuk mjafton. Nuk ka asgjë më shumë. E po, le të provojmë këtë që kemi. Është shumë e vogël, por është shumë e mirë. Mike, radha jote. Vërtet, le ta provojmë. Patatinat me çokoladë janë të mrekullueshme. Kjo është hera e parë që e provoj këtë. Është fantastike. Duken të shishme. Dua vërtet një. Vajza, mendoj se kam një problem. Dora ime ka ngecur në një paket Pringles. Nuk mund ta nxjerr, vajza. Çfarë është kjo? E po, më lejo të ndihmoj. Do të ndihmoj edhe unë. Prit, mund të haj pak? Au, koka ime. Nuk ka asgjë. Hey, nuk ka mbetur asgjë. Si mund ta bënit këtë? Bridi, hajde. Juhu, le të hedhim një sy. Nuk mund të arri. E di, thjesht do ta kthej kutin përmbys. Wow! Shikoni të gjitha patatinat e mia. Kam një mal të tërë me to. Dhe janë aq gjigante. Jam e shokuar.
Është fjalë për fjalë samatësia e kokës time dhe është shumë e shijshme. Shkëlqyeshëm. Vazhdojmë. Prit. Një ide. Më duhet një gocë gjigante. Do t'ju tregoj se çfarë do të bëj. E përsosur, ne thyejm patatinën gjigante në copa të vogla dhe hedhim gjithçka në një gotë gjigante. Duhet ta mbushim plotësisht me copa patatinash. Oh, yes? Wow! What was that? Dhe tani, gjëja më interesante është të shkrim gjithçka. Do t'jetë argëtuese. Hapuni pak. Shikoni atë flakëdhës. Sa cool! Tani kam një gotë gjigante me çokoladë të shkrirë. Wow! Këto gota janë shumë cool. Hop, koha për tapir. Shikoni pipzën time cool. E adhuroj këtë. Duket e shijshme. Britney, a mund ta ndash? Jo, nuk dua ta ndaj. Kjo gotë gjigante me çokoladë është vetëm për mua. Nuk e dija që Britney ishte aq lakmitare. Por, ne kemi piza speciale dhe mund ta pinë të gjithë çokoladën përmes tyre. Awesome! Mike, kjo është shumë e shijshme. E dua çokoladën. Çfarë? Wow! Ku është? Nuk mund të jetë se e piva të gjithën. Oh, no! Ju djema më vodët çokoladën. Ups! Na kapën. Është qesharake. Çfarë kubi i vogël me Maltesers? Është padyshim shumë i shijshëm. Çfarë? Ura! Kam një kub gjigant me karamele Maltesers. Wow! Oh my god! Mike, shikoj atë! Më në fund, fati është në anën time, por do të filloj me Britneyn. E po, unë kam vërtet më të voglin. Oh, yeah? E di çfarë të bëj. Wow! Ka diçka brenda. Është një arigome. Kjo është shumë cool. Dhe jashtëzakonisht e shijshme. Tani po e vendos kapakun përsëri dhe po provoj vetë kubin e çokoladës. Oh, wow! Kjo është shumë e shijshme. Mike, radha jote, hajde. Oh, po. Le ta provojmë. Wow! Ka Skittles brenda. Karamelja ime më e preferuar në botë. Oh my! E po, do të haj Skittles tani për tani dhe ky tub special pipze do të më ndihmoj me këtë. Do t'jetë shumë shpejt. Jam! Tani, le të kthehemi te vet kubi. Shiko, e theva dhe tani kam shumë karamele. Mos e prekni me gjithatë. Do të haj gjithçka deri te topi i fundit. E po, kjo ishte. I dua Maltesers është radha e Janeit. Ura, për të filluar, do ta thyej këtë kub. Wow! Britney, u djema? Është shumë i rëndë. Mbajini syrin tek ai, por mos e hani. Po mendoni atë që po mendoj unë? Marshmallows, një mali tër me to. Është jashtëzakonisht e shijshme. E adhuroj. Është kaq e butë dhe Hey! Çfarë po bën? E shijshme. Wow, dhe është kaq e madhe. Më pëlqen edhe mua. E këndshme. Se po i hani karamelet e mia? Oh, ajo e vuri re. Ju jeni miqtë e mi. Ju kërkoj të mos e hani. Megjithatë, rregull. Kam një kup të tërë me gjëra të mira. E shijshme, faleminderit. Wow, një kek pop i vogël. Sa i mrekullueshëm. Dhe po ti?
Wow! E po, unë kam një cake pop mesatar, është gjithashtu i bukur. Çfarë? Jane? Po, unë kam një gjigant. Jo, Britney është e para. Vërtet? Ura! Duket shumë oreks ndjellës. Dhe është e shishme. Por kjo është e gjitha. Kush është tjetri? Jo, është radha ime, Jane. Po, marr një kafshat. Është shumë e bukur brenda. Dua ta provoj edhe unë. Është radha ime? Po. Më lini të provoj cake popin tim gjigant. Është vërtet i rënd. Nuk mund ta ngre. Man. Nuk po funksionon. Mirë, mund ta pres. E po, sharrimi nuk është i lehtë, por mund ta bëj. Vërtet ja dolla. Duket e bukur dhe shumë e shijshme. E shijshme. Yummy. A mund ta provojmë? Cake popin tim. E po, në rregull. Faleminderit shumë, Jane. Je më e mira. Jashtëzakonisht e shijshme. Ju bëft mirë, miq. Faleminderit që na ndoqët. Bëni like dhe abononi në kanal për të qenë të parët që do të shihni video tona qesharake. Shkruani në komente se cilën pjatë të shijshme pëlqyet më shumë.